Ndryshime kushtetuese krahas qeverisë mund të iniciojë edhe presidenti i shtetit, së paku 30 deputet apo 150.000 nënshkrime të qytetarëve. Mbetet çështje e hapur nëse BDI-ja do të mbledh 150.000 firma, aq sa kishte edhe vota në zgjedhjet e fundit për të iniciuar ndryshime kushtetuese. Ministri i Drejtësisë Adnan Jashari ishte i prerë. Sipas tij, kushtetuta parashën në mënyrë precize se kush mund të iniciojë ndryshime kushtetuese. Qeveria e Republikës së Maqedonisë në mbledhjen të radhës së kështë, doli thot me iniciativë për ndryshim kushtetutës së Republikës së Maqedonisë në disa sfera, që do të janë të ndara në të ashtu quajtur sfera juridike, politike dhe sfera ekonomike. Normalisht se në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë janë përcaktuar mundësitë për të iniciuar ndryshimin në kushtetutën e Maqedonisë dhe në bazë të atyre kushteve përpos qeverisë ka mundësi të iniciojë ndryshim të kushtetutës apo iniciativa për ndryshim të kushtetutës mund vijë thotë edhe nga propozues që përcakton thotë kushtetuta e Maqedonisë. Me vendimin e qeverisë kërkohet rregullimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor, duke përjashtuar ministrin e Drejtësisë dhe gjykatësin e Gjykatës Supreme. Të vendoset si institut ankesa kushtetuese, të precizohen rregullat fiskale në kuadër të buxhetit, formimi i zonës fiskale dhe përkufizimi i enti shtetëror për revizion si kategori kushtetuese, riemërtimi i Bankës Popullore në Banka e Maqedonisë, si dhe përkufizimi i martesës.